Pas 5 ditësh mungesë të ujit ka nisur furnizimi i një pjese të qytetit të Vlorës, aktualisht zona e Lungomares. Pjesa tjetër e qytetit pritet të furnizohet me ujë, duke filluar nga ora 17 e pasdites së sotme. Me mbritjen e pajisjeve të porositura në Turqi, gjatë natës së hënë, 10 punonjës të ujësjelljes kanalizimeve kanë punuar për riparimin e tubacionit kryesor, nga çarja e të cilit uji pishëm mungonte në banesat e qytetarëve. Ndërhyrja për rregullimin e tubit përfundoi rreth orës 04 të mëngjesit, moment në të cilin filloi dhe mbushja e depove. Autoritetet kanë bërë me dije se furnizimi po kryhet ende me kapacitet reduktuar, pasi po testohen pajisjet e reja të instaluara. Ndërkohë, drejtori i ujësjelljes kanalizimeve Vlorë, Ermal Murati, ka dalë paraditën e sotme në një konferencë për mediat nga vendi i avarisë. Murati ka treguar për mediat procesin e vështirë të montimit të elektromanikotës. Cila është situata, drejtor? Atëherë, situata është me ardhin e pjesëve ditën e djeshme nga Stambolli. Kemi realizuar përgjatë gjithë natës me specialistët tanë eliminimin e defektit dhe riparimin e saj. Rreth orës 4 të mëngjesit kemi filluar në mënyrë graduale dhe të kujdesshme ndezjen e stacioneve të prodhimit të ujit. Dihet që ky tubacion që neve korrigjuam dhe eliminuam defektin është i presionit lart. Ka filluar në orën 4 të mëngjesit ndezja e stacioneve deri në orën 8 dhe nga orën 8 ka filluar furnizimi i depos së qytetit, e cila më pas me furnizimin e plot saj do shërbej për përndarjen e furnizimit me ujë për qytetarët e Vlorës. Aktualisht zona e Lungomares dhe Bregdetit furnizohet me ujë. Dihet infrastruktura e rrjetit është e tillë që ajo zonë është 24 orëshe dhe pastaj pjesa tjetër e qytetit nëpërmjet depos së qytetit. Kjo është situata aktuale, jemi aktualisht sërish në monitorim. Ka qenë një defekt shumë i rëndë për cilën ka zgjatur kërkojmë ndjes qytetarëve, por me mbështetjen e Bashkisë Vlorë, kryetares bashkisë, Agjencisë Kombëtare të Kanalizimeve, ministrisë tonë dhe qeverisë, kemi realizuar ardhin e pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit bashkë me materialet që kishin prezantuar, realizuar eliminimi i defektit. Po çfarë pengoi drejtorinë e ujësjellësit për të kërkuar më herët pajisjen aq të domosdoshme? Drejtor, nuk ishte me vonesë kjo kërkesa për të marrë pajisjen. Pse u la deri ditën e 4? Kur dihej që pajisja mungonte, nuk ishte këtu. E kuptoj këtë pyetje. Data 25 ka qenë ditë Krishtlindjes, ka qenë fundjava para. Ne kemi qenë në kontakt me firmat që ofronin këtë lloj pajisje ose pjesë. Ju siç e dini, ne kemi tentuar 3 herë gjatë periudhës me pjesët që kemi pasur në dispozicion. Dhe tubi, ju thash, është një tub 1 mish i diametrit më të madh të mundshëm që operohet në Shqipëri, është i vetëm në rajonin në qytetin e Vlorës dhe gjatë kohës kemi qenë në kontakt si me firmën për ardhjen e pjesëve të këmbimit, por nga ana tjetër kemi dashur të bëjmë maksimumin ton duke ofruar mundësi teknike me ato elemente që kemi pasur në dispozicion për të eliminuar defektin. Nëse do të ishte suksesshëm eliminimin e defektit që ditën e parë apo të dytë, nuk do ishte nevoja ta kishin pjesën e këmbimit, mund ta kishin për raste rezervë. Njërit Murati bën apel për kohën e konsumimit të ujit të pishëm, ndërsa konfirmon kujdesin teknik në bazë të një protokolli të veçantë për konsumatorët e ujit të pishëm. Ku merr ujë qyteti përfundimisht? Në orën 5:17 të ditës sotme do filloj shpërndarja e furnizimit me ujë për qytetarët e Vlorës. Atëherë kemi marrë gjitha masat, ka një protokoll të veçantë në lidhje me furnizimin me ujë. Duhet të kuptojmë që gjithë rrjeti, sidomos pjesa e qytetit Vlorës që furnizohet nga depoja, rrjeti ka qenë i boshatisur dhe ne do të tregojmë kujdes maksimal duke bërë dhe analizat laboratorike, nga krau tjetër duke qenë në kontakt me shërbimin e kujdesit publik. Kemi dalë me një njoftim si shoqëri ku kemi thënë dhe kemi këshilluar konsumatorët dy elemente të rëndësishëm që uji gjatë 24 deri në 48 orëve të ardhshme nuk është i pishëm ose më saktë nuk duhet të pihet dhe të përdoret për dhe nga krau tjetër le të mbajnë rubinet atë hapur për rreth 15 minuta. Janë ca element teknik si këshilla për furnizimin me ujë të qytetarëve. Aktualisht ne vazhdojmë mbështetjen me bote, të kuptojmë, duke qenë se kemi pas një kërkesa dhe grafikun e ditës djeshme, nuk e kemi ndaluar këtë aktivitet në bashkëpunim me bashkinë dhe rajonet respektive njësitë administrative, vazhdon ky aktivitet për suport alternativ, mbështetje alternative për qytetarët e Vlorës. Faleminderit. Kështu ditën e sotme, sipas Muratit, rreth orës 17 pritet që uji të shpërndahet në të gjitha banesat e qytetarëve të Vlorës.